Unë zakonisht njerëz që I ftojnë musafir këtu I kërkoj falje, them falni që U qova herë. Ju më sigur qoj herë, dhe s'ka nevojë. Herët qohet, edhe na quaj fëmijët po edhe qohen për punë. Po, qoj për punë. Domethënë 7 jemi të zgjuar. Në 7 jeni gaditur që thonë. Domethënë ju bashk jeni me të njëjtin profesion. Po. A I nivo bashk para se me fillu profesionin, ama si jeni ta kështu maulona shumë. Po. Atëherë jo, paraprakisht me ndryshim një këtu vitin e 2 të shkollës mesme, dhe unë gjithmonë kam qenë më ka pëlqyer gjithmonë shkenca më shumë, edhe nga ana kimis kam qenë më e preferuar si deg për mua, mirë po në rast se kur takova me ndryqimin, veç se pastaj filloi më tregu për punën më shumë edhe filloi më pëlqeu dhe biokimia. Ndryqimi veç se kishte përfunduar studimet e bachelorin në biokimi, pastaj normalisht edhe ishte e gatshme pjesa ku mund të filloj edhe me punën dhe vendosa që më vazhdoj një jetë profesion. Domethënë kimia so është lëndë. Lemo biokimia. Shka do më thonë kjo simpati për kimin? Unë mas pari, do më thonë, këtë profesion e ka pas prindja. Po. Mas naj vazhdova une edhe bashkë e vazhdoj edhe Olona. Po. Dytë tash jemi edhe të magjistrun, do jemi a fillu edhe doktoraturën shumë shpejt. Dytë bashk. Do më thonë, masi që kum kryu në bachelorin e ka kryu edhe Olona, masi njëtën kohë kemi vazhdu studimet master bashk. Po. Cilat kemi përfundu në vitin 2024, kurse tash përmendojmë për doktoraturë. Doktoraturën jemi të këshur jashtë Kosovës, jo në Kosovë, për arsye se në Kosovë nuk ekziston domethënë këtë lami. Për fat mirë edhe master është hap kohëve të fundit, mirë po kemi qenë bashkërisht edhe kemi vazhduar bashkërisht. Hala keni çka më mësu në këtë. Domethënë po dojmë kryer edhe doktoraturën, edhe atëherë besoj që ka avancime në përpara domethënë prej kohës tashme, në kohën e mahershme. Ka avancim në këtë. Po, përpara ka qenë metodat më të vjetra që punu, metoda klasike. Kurse tash është këtë domethënë metoda që punon aparati faktike. Duhet veç me apo kalibrimin dhe kontrollat, atëherë vazhdon aparati normal. Gjakën më marr, pjesa e parë është, po më folit te pjesa e fundit. Përpara ka qenë, domethënë nëse i ke punu 10 parametra, i duhet mi punu me dorë 10. Kurse tash aparati e punon për ty. Cila më sakta, që ajo me dorë 10 apo? Dyjat janë sakta, po ajo me dorë u pa dhe me sy. Domethënë nëse për shembull një glukozë e ka bën ngjyrën si vjollë, tash nuk mundesh me apo se është brenda një inkubim të aparatit. Po, gjatë punimit. Centrifugës atë thonë. Ja, centrifugimi është fillimi domethënë kur bëhet, po masi që ndohet serumi. Vazhdimisht na vazhdojmë përdorën të dy metodat, përveç metodës domethënë të gjitha që janë tash robotike, na çdo vlerë që është në lartë mbi vlerat e vërtetojmë edhe me vlerë në metodën e vjetër. Për shkak se nuk heket asnjëherë edhe metoda e vjetër nga përdorimi. Ky fitoni një herë ku I ka bën analizat, ku ka kallzoi, u ardh në urinë që tërkuj. E ka marrë që tërkuj urinën. Ka bën analizat. Dijeni se këtë shaj ka ndolë gabim. Ka dhe pacienta që thonë për shembull, sa bëhet. Ka pacienta që thonë sa bëhet për shembull këto analiza dhe I tregon ti thotë çysh më çto. Me gjak temin po. Mirë, sa bën me gjak temin, me material temin, sa kushton. I doni gjakin nuk e jep, ju kallzoj se I vjen për sa të tjera. Çush është me punu me të njëjtin vend, me të njëjtin profesion, edhe gati pothuajse me të njëjtin moshë, në të njëjtin ambient. Aulon. Çka do të thonë? Është sfiduese. Njëti vend, njëti profesion, njëti ambient, njëjta moshë gati. Tash është çfarë 4 vjet ku I kemi ndërmjet. Është më në vërtet sfiduese edhe shpesh herë ndodh që normalisht nuk mund të përputh çdo herë me të njëjtin mendim, edhe kështu që kemi bë. Atë shpejt kallzoj. Shpejt apo të njëjti. Çova bëhet. Jo, kemi bë mas mirë të kemi rënë fije. Njërin mëngjes, njërin mas dite. Domthon I ndojmë ato orare. Ndrejmë ti pas këtë do. Ai nimon ç'kjo me kuptu më mirë njëri tjetrin apo ju krijon stres ndaj qen? A di qysh, na një tjetër ne kuptojmë, për shembull, po te
pyetja kur abone është mirë se edhe mujmë zaventsu një i tretën shumë shpejt. Për shembull, erdhi do më thirr me pi kafe sot. Po. Unë shumë kallaj kom i qita ulone. Po. Po më dalin me pi kafe me ty. Po. E kemi një mirë kuptim shumë mirë, ama ti shimkon vetëm një unë atëherë na shtaj shkon pak më sfiduese. Jo veç këtu, po edhe në shumë sende tjera. Se laborator nuk ishit kuptuar ashta. Ish ardh me gjak shoku, gjak i kujo, gjak. Secili me streset vetë, kështu që tash kemi përbashkuar, do të streset, problemet, njëjtat probleme kemi të dy. Po fati dhe kemi një staf të mrekullueshëm që i përshëndesim edhe ata, janë me të vërtet kranjeve çdo herë bashkë me kryeve të freshin arborore. Jo. Para më të shkon. Përgjithësi kemi vojza. Më të shkon këtë çifta. Do të thonë ordinanca me këtë çifta. Ish më interesant. Mase është në thirrë një tele. Po më intereson a përcjellni edhe në shtëpi temën e laboratorit, si laboranta. A në shtëpi kur shkoni mbyllet si çështje? Jo, zakonisht nëse zbulojmë dikon me ndaj smundje, po. Atëherë edhe bisedojmë pak me kështu që edhe më ndihmon talme. Po. Për arsye se nuk ka mund më thon 2-3 ditë që zbulohet ndonjë smundje te një pacient, sidomos te mosha e re. Atëherë pak e bisedojmë edhe në shtëpi. Po, normal. Se është i ri, din mundohemi një mund talme çka mund më bë për ta. Edhe në farforme unë po ju komplimentoj, normalisht po ju komplimentoj që jeni edhe jepni njëri tjetrit shtys për me shkuma përpara, po me të vërtetë është një profesion që ka shumë përgjegjësi të mëdha. Sidomos kur i keni në dorë analizat e dikujt që keni më jap në lajm të keq. Çu është ai moment për më intereson? Zakonisht kur kam të ngjofshëm shumë ose familjar nuk dal vetëm për ballë, se mund më emocionu dhe mund të ndryshu gjithçka. Po. O lon ose dikon stafi. Këta që nuk janë të fort familjes, edhe aty në jam me keq, po zakonisht punën ju thojmë ka tregon mjekut. Domethënë nuk mujmë na direkt me thonë, shko te mjeku, se ai mjek e ka kontrolluar, ai e ka pa një gjendje. Ai ka dërguar, po. Atëherë ka dërguar mjeku nëse i përputhet, domethënë hodha analiza, ai e din prafërsisht se shkosh ka të ndodh me atë pacient dhe i thonë çuj mjeku i tregon. Domethënë kur të vijoni mi marr rezultatin, nëse nuk të shoh ty, mo tu të fill. Që shoh që e dal ti me mia analizat, domethënë mua më hije thot. Mirë mëngjes, po na thot e patëm një përshëndetje dikon. Shaban Metaj po na thot mirë mëngjes, gjithashtu edhe Afrim Gashi, mirë mëngjes të gjithëve. Po më intereson ndriçim edhe Aulona. Ai përjeton edhe ju që ato emocione kur rezultati është akord për shembull gjatë ditës mi dal 2-3 ditë dhe analizat jo mirë, edhe ju nëse ngarkoj për ditë, atëherë i vjen që ky profesion është shtybu pak problem. Është më në vërtet një profesion sfidues, mirë po ne përderisa kemi vendosur që më shkon këtë profesion, kemi qenë përgatitur për gjithçka. Domethënë normalisht që dëshpërohemi edhe pacientët tonë kur janë në gjendje të mirë, mirë po kjo nuk do të thotë që ne duhemi mundal. Neve çdo herë duhemi mundu me ndihmu edhe të tjerët, edhe vazhdo edhe më përpara dhe më shumë. Po, domethënë që normalisht që ndikon negativisht tek ne, mirë po ka edhe pacient tillë që domethënë mund të ndikojnë 20%, po ke edhe 80% pacientëve të cilët janë në gjendje të rregullt, domethënë gjithmonë mundohemi të bëjmë një balans, po. Po. E çush arrini mirujt që të profesionizmin, ndeshim? Duhesh mu përballë edhe mas pore për mirujt, se me të vërtetë është që pyetet nëse është gjeneratat e reja e kam ku dalin me smundje jo të mira, atëherë që aty po është pak më sfiduese. Se për shembull ka edhe mushatar temin që ka dalë me smundje. Atëherë që aty po duam se pe mendon edhe jetën tonë që mundesh edhe ti dikur se ke pas smundje që nuk po mund mia ditë. Për shembull smundjet e këqija që janë kanceret e këto. Pak po duam edhe moderuar edhe më mos të bën zot, cila është një analizë që është obligative, më bë spaku një herë në vit për çdo njeri. Për shembull, për një herë në vit është mirë mi bë sport kompletin e thjesht, që ju preferohet gjithëve, ku përfshihen një ndyrna sheqeri, veshkat, melçia, pagjaksia, biokimia, domethënë. Këti kam albumin e kam të mushën me këto. Analizat që lipen më ekstra për shembull, është shkat edhe ti cakton mjeku, po ka edhe pacient që vinë e bojnë edhe vet. Domethënë, a është një lloj, a duhet të jetë një lloj vetëdijsimi njerëzor
që s'paku njëherë në vjetë mi bo analizat. Po, sidomos shtetet evropiane dhe Vullneti si ka bo që ti 94-shës. shtetet Vullneti. shtetet evropiane kanë obligim, po di që Amerika ka nëse në 6 muaj nuk i bën mjeku familjar nuk të pranon. Domethënë duhet mi pas analizat për më shku te mjeku familjar. Është rregull. Po. Te na mas pandemisë ka ndryshu. Kjo domethënë ka pacienta që përpara nuk i kanë bë, tash vini i bojnë edhe për çef. Për fakt mirë shumë kanë filluar më fedisu, domethënë popullin përgjithësi edhe vinë dhe i bojnë, se jo rastësisht, jo sulme në tru, jo dizembra, jo kjo, jo. Tash domethënë ka filluar shumë. shumë. Ka përmendur veç ku të bëj plop. Jo, nuk ka nevojë për çfarë, sepse çekonaki neve të bëjmë analiza. Ta shohim çfarë ban Meta, po do më fol me neve një sekond, ashta ka diçka me bë pyetje. Përshëndetje Shaban. Allah, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. O, çuta, ai di mina. Po mirë. Ti Shaban, ai mirë, ai gjallë. Ai tu na përcjell. Po, më për të sjellë. Më si tu na pa në YouTube vëlla, më si tu pa reprizën. Jo, televizor. Mirë shumë. Kemi 2 mysafir këtu në studio, a kena i pyetje për mysafir ton? Ata i përshëndes. Ti përshëndes. Faleminderit shumë. A ki bo analizat Shaban, kur era fundin që ki bo analizat? Analizata? Po. Bolla i kom marrë një ditë mëna. Një ditë. Çish dolën çashtu, a? Mirë, po më mirë. Mirë pas kanë dalë, se këta që nga dëgjojnë se si kanë këtu në vesh, po që pënoj që ndrem mundesh me ndëgju dhe ti, atë ka dalë në i vlerë e rritne pak a diçka. Ja, mirë. Mirë i pas kanë dalë analizat Shaban. Shaban, faleminderit shumë që na thirrë. Përshëndesim shumë. Kalofsh mirë të fola. Tum, të fola. Tum. Shabani është një dëgjues i joni rregullt nga me kallzu drejtën nuk e veta prej nga ke Shabani, po mu dok që tash mos u na po reprizën se zakonisht kur kam mysafir nuk lajmërohen shumë. Po më intereson a ka ndaj shej që trupi na jep që duhet mi bë analiza. Edhe na injorojmë, na domethënë çu kemi qef, hajtë se mirë puna. Çdo shaj që mund me nuk paraqit një kokdhëmbje thjesht, një marramendje, domethënë shpesh thonë edhe nuk ka bëu të arsyeve. Domethënë shojnë disa përshajeve që është mirë bëu analizat. Shka, mund është një biokimi thjesht, nëse sheh që ke probleme ndyrna, domethënë nëse ke marramendje dhe mbi koke, prapa domethënë pastaj shpesh kanë edhe mpiksje të krahut. Mirë, po kjo nuk do të thonë që është ka të bëjë më njëherë direkt me probleme me zemër. Mund të më qyr edhe thjesht elektroletet, mund të qenë edhe mos balancimi i elektroletëve. Problemet me zemër dalin në analiza? Zakonisht troponina është analiza që kryesisht mirret për infarktet e zemrës. Mirë, po ndodh që mund të ketë edhe iskemi, analiza të tjera që preferohen më bë, janë edhe dohaja, CK mbet, domthonë ka shumë analiza që preferohen më bë. Mirë, po një kryesisht duhet edhe ndyrna, sepse edhe ato mund të kriju probleme me arteriosklerozë. Kjo do thotë mbyllje pllokave të enëve të gjakut. Për këtë arsye preferohen që më bëhen një herë biokimiket, pastaj hin ato specifike. Domethënë Bardhël Koshi për na përshëndet, po ju përshëndes juve Edi edhe mysafir të studio, respekt. Faleminderit shumë Bardhël, respekt Bardhël. Realisht po i bën që duhet çdo njeri normal mi bëni kontroll vetë. Për shembull, a ka arrit halo teknologjia që me a di mu shkam duket pengesë në analiza. Mund pengesë në analiza më duket vetëm që duhet me qenë gjithsesi me ngjes, gjithsesi pa hongër, pa pikur gjo. Domethënë as halon nuk ka arrit teknologjia me ditë çka ki hongër me ta anashkalu çto, që me mujt mi bë edhe kur do njëri analizat. Për në mëngjes janë do analiza specifike që punohen, si më thonë, sheqeri ndyrë në ato duan më kon esull, se nëse ti ke hongër në 2 natës, edhe i ran gjumë. Lukthi punon me kapacitet më pak se sa që ato në organizëm. Domethënë ato dalin në gjak e në ndyrë, edhe dalin ndyra, atëherë është false, për që ato du të më konë esull. Domethënë dalin në ndyrë e lartë, false se kjo hongër prom shumë vonë. Po. Nëse e esull, atëherë analizat janë reale, çashtu ndodh edhe me sheqerin. Po ka edhe analiza që punohen për shembull mesditë ose edhe masditë që janë hormonale edhe këto tjera. Po specifike janë këto, domethënë glukoza, sheqeri, domethënë sheqeri në ndyrë e këto tjera. Po duhet vetë për i kam këtu 2 fotografi. Domethënë kjo është shembull tipik të analizës MZA-CRP. CRP-a është për infeksione, kjo mund të më dalë edhe kur kina i dhënë për shkak. Kjo është analiza që kemi marrë ndër të parë, mund ta thonë edhe në Kosovë, domethënë pak laboratorë kanë marrë. Kjo analizë është që tregon infeksionin viral pi infeksionit bakterial.
Për shembull nëse Aha, po. domethënë ndan, nuk ka qenë përpara ndane, kam pas për shembull që kam pas CRP negativ ose pak të rritur, edhe po duhet më bëu përdorimi antibiotikëve. Po. Kurse tash me MCO, domethënë e dallon infeksionin viral pi aktiv bakterial. Nëse CRP-ja është e ulët, edhe MCO-ja e lartë, atëherë kemi të bëjmë me infeksion viral. Nuk është e preferueshme të përdorni antibiotik, po duhet mi kalu trupi vet me langje me sa. E kemi edhe një fotografi shto analiza e Homocisteinës, po. homocisteinës. Është kryesisht Çfarë ka është të bëjë për aminoacidin metionin, domethënë aminoacid i cili nuk mund të merret nga ushqimi, por prodhon vetë organizmi, po për me funksionu, domethënë si duhet për zbërthimin e kësaj analize, normalisht na nevojiten vitaminat, siç janë kryesisht vitaminat B, kompleksi vitaminave B, cilat janë trashme në ujë dhe kryesisht acidi folik, vitamina B12 ose kobalamina. Domethënë këto shërbejnë në rritja e homocisteinës, po shkakton mjaft probleme tek enë të gjakut, tek trombozat, mirë po një ndër arsyet më të veçanta që po kërkojnë është edhe nga ana ginekologjike. Shumë mjek po kërkojnë për shkak të komplikacioneve tek shtakzëna, për shkak se po shkaktojnë shumë probleme tek aborti, domethënë po kërkohet edhe homocisteina bashkë me antitrupa të tjerë që janë fosfolipidik dhe lipidik. Domethënë është mjaft më rëndësi kjo analizë. Domethënë është një avancim në Është avancim. Është analizë më Dhe është analizë që E- ju çdo kush mundet mi bë. Domethënë kemi filluar marrjen e rininës, aldosteronit, domethënë analizave më specifike bashkë me homocisteinën që po bëhen gjakove dhe bëhen brenda ditës për 2 orë është rezultati i gatshëm. Po më intereson kjo LP, një farë vlere LP, lipoproteina. Po. A bëhet te ju? Po. Lipoproteina A, janë domethënë kanë të bëjnë më shumë ka ana me çist për zbërthim të yndyrnave. Po për me dallu është yndyra Për dallim është yndyrë mirë ose e keqe bëhet lipidogrami. Domethënë është tjetër prej lipoproteinës A. Lipidogrami domethënë përfshin edhe vlera për me qyr a ka të bëjë vetëm me yndyrë të mirë ose të keqe. Domethënë kryesisht e kërkojnë, ka filluar shumë i kërkuar edhe mjek, lipidogrami bashkë me vitaminat, vitaminën D, vitaminën B12 përgjithësi për organizëm. domethënë këto intolerancat që bën ushqimore a bëhen? Bëhen edhe bëni ato. edhe ju? Intoleranca ushqimore. Po, Bëhen domethënë intoleranca ushqimore, domethënë kryesisht përfshin 46 ushqime. Po ashtu ajo brenda javës përfundohet për shkak se ka një procedurë pak më gjatë, mirë po normalisht përfundohet na me aparaturën e re oroimune. Njëkohësisht është edhe vërtet që alergji. luhatet kjo intoleranca ushqimore, për shembull, mund të më dal sot në arra pe azo, mas 6 muaj mos më dal më në arra. Zakonisht mundet, për arsye se edhe çushe konsumon. Çfarë ta dashta me Domethënë ditë, për Ka konsumimi. më shpesh. Për shembull, unë në intolerancë ushqimore mund ka dalë patligjoni. Edhe unë hala jam pak përdoruesi domates, domethënë se Po. nuk munda me e përdori. Po është E shumë konsumoj, e përdor, e konsumoj, shumë ne, po. edhe ka plot pacienta për shembull edhe që kanë humb pesh ose se intoleranca nuk bëhet vetëm ka edhe probleme kur shko dikush për shembull thot për fryna. Domethënë Akne të Akne të fryra të Çfarë shumta. fry është? aknet, fryet e lok ose edhe është mbi pesh. Domethënë zakonisht për çdo 3 arsyet më shumë ti na lypin intolerancën ushqimore. Bashkë me, domethënë për ndërlidhat e mbi pesha, përveç intolerancës ushqimore, kanë filluar shumë kërkuar edhe homa testin. Homa testi domethënë kryesisht është për mbiqur rezistencën e insulinës në gjak. Me të vërtetë ka filluar domethënë përgjithësi ka filluar një rritje shumë e madhe e personave që kanë rezistencën në insulinë. Kena në Për shkak përgatit ushqimit, për shkak stresi. ushqimi, stresi, obeziteti. Faktori numër 1 është Domethënë çdo çrregullim ka filluar mi rrit mjaftueshëm insulinën edhe është të jap shumë probleme të tjera, domethënë gjithçka po ndërlidhet me insulina dhe ka predispozit për diabet tip 2, domethënë gjë që është mjaft e rrezikshme për organizmin. Mena Llapaçi më na përshëndet, ju përshëndes, analizat i bëj çdo 6 muaj, po thot. Mena, bravo, nishje. Shembull. A më herë kur të mbyn që të tujat, kur të kom në san kur të mbyn. Edhe Hamza Goz, do të mirëmëngjes, i përshëndes nga Zvicra, qyteti Locarno. Edhe Labinot Babuni, do të përshëndetje Edi, i përshëndes mysafirët në ndriçimin dhe ulonën, i përgëzoj për punën e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Labi, faleminderit shumë Hamza dhe të gjithë që jeni me neve për na dëgjoni, për na shikoni. Po më intereson çu shihni të ardhmen e profesionit ju ndryshim. Masi që o ka vjen inteligjencë artificiale, kom A mund të avancuar. më zaventsu njerëzit ajo? Jo, nuk besoj që mund të më zaventu komplet, se duhet dikush mi kçyr që ato Po, aparatura, po. po ka më zaventu shumë njerëz për besoj. Tash Kina ka bëu edhe gjakun mi marr roboti, domethënë nuk e merr Roboti me gjak vetin vjen, ha? vish ulesh ti edhe
e merr gjakun ta sjell në laborator, sidomos që i kemi pa në panajere që jemi kon. Apo domethënë ka fillu me kanë qitë panajere. Në vitin 2007 në panajerin e fundit që kemi qenë në Bruxelles na kanë thonë që në 2007 që këtë aparaturat e firma të marka të mëdha që kemi Troshes dhe Siemens të këtyre që kanë me dal shumica me inteligjencë artificiale, domethënë këto që kemi tash kanë më ra. Kanë marrë këtë aparatura të tjera, për shembull, nëse e bën analizën edhe i del diçka analizë, inteligjenca artificiale ka më tregu se çfarë smundi mund të më pas. Diagnozë. Edhe doktor ku kanë ndramje. Sidomos mund ta më thonë që patologjia është domethënë që kshyer në mikroskop aty shumë është hi inteligjencë artificiale se e kum pa me një program që domethënë ata direkt ata domethënë ja çon fotografinë dhe ta analizon si mos më kon patologë, po kjo nuk është fort e mirë se në inteligjencë artificiale ngarkon shumë foto, edhe ai mundohet çat foto që i përputhet me të jap diagnozë. Po normalisht edhe mund të më huç është e rrallë huçja po apet mjekun është problem i zavancuar. Plus tjetra është edhe një problem që mandej kanë qasje njerëz shumë në to dhe masej mirë çdo ditë vet. Deri ku ta shtin inteligjencën artificiale mi thon je smut. Largovesh mos e mbet më. Se ashtu veç ka njëna anë dhe i ka vetësuar dhe popullin vjen shumë analiza në kërkojnë me anë ChatGPT-s, për shkakun vjen. Po dëshoj që kam çfarë dhe më thon drejt dhe ka lehtëson punën. Me ChatGPT. Që ato shake që e LP-ja, do më LP-A. Lipoproteina. Po, ka dalë një herë që duhet urgjent një bo njeri normal. Po më intereson kush për juve është më i rrept në rregullat laboratorike? Aulona. Aulona përsi se këtë stofi o femna ndryshe fol Aulona. Po. Domethënë edhe në shtëpi edhe aty gjithë ka, edhe në ka. Ai më Aulona. Le manier në herën të fol. Edhe ky ka në herë mirë, më s'bën ai gore. Mjaftueshëm fol në ndriçimi. Fol kë mjaftueshëm. Ky boll qosh aty e ka kry punën e vet. Mira, ka ndodhur në ngjarje në situatë interesante edhe pazakonshme me pacientin ku një punë të dy të bashkë. Për shembull, më spjegit në herën e kushini burrë me marrë mi piskat kësaj, jam i ki bo keqa ose ty ose në situata ka ndodhur në herë. Më thënë të këtë situatat këqia si që nga ka ndodhë, vetë nga ka ndodhë vetëm të mira. Pritën të Po, ishallas në stambeve ballafaqu me to, po përshpresoj që vetëm me të mira. Jo, veç nga ka ndodhë shumë herë që nga kanë përgëzuar dhe ju ka ndodhur shumë interesant që jemi domethënë çift që bashkëpunojmë bashkë edhe punojmë bashkë. Edhe u ka ndodhur shumë interesant gjithëve. Po ashtu kemi edhe pacient cilët ndërlidha pak edhe me anën që bojnë analiza. Vjen shpesh shumë disa për pacientëve që vijnë sa herë të bëjnë regjistrimin e makinës, domethënë vinë edhe vetëm i bëjnë analizat. Ta ku mendon sa rregull përdesa pi shpenzoj një pjesë mjaftueshme për makinën time, do ta shpenzoj edhe për vete. Bashkë kemi qellu bashkë kur na ka treguar edhe na ka qenë shumë interesante si rast. Edhe normalisht jemi ballafaqu vetëm me raste të mira për momentin. Ja bëj thash shiqimin teknik tjetër, tha nuk ja bëj vetë. Po bashkë. Edhe i bëni analizat edhe e kemi si shiqimin teknik më mirë tjetër te aty. Te na të mirë për të. Vullneti më shumë mirë i dali kerrit se i vetja. Vullneti nuk e lë as i dritën kermi edhe. Domethënë si ti dhëzë drita, a trup që drita në të dhëzë skoli. Po më intereson nëse nuk do të ishit laborant, çka kishit më bë? Unë me IT. Gjithmonë më ka shku IT-ja, edhe shoqër që një pjesë e biokimist lidhet edhe me IT, domethënë se duhesh me ditë pjesën kompjuterike shumë mirë. Edhe për vetë isha shku në IT. Po. Mua që më ka pëlqyer domethënë shkenca, dhe përshtatoj më kanë gjithmonë fokusuar domethënë ose me kimik kisha vazhdu ose me fizik. Domethënë ti kimi gjithçysh për shumë pen, kimi e kompost. Kimi na adhuroj domethënë. Ne ka tjetër. Dysh as dia vetë. Nuk dia shko po ja pa bëj gore se kompost gjashe. Dhe me ka dhe ma shumë se unë mu po më pëlqeni kështu shumë si qift që keni marrë zanatin, profesorin e njetë dhe ju uroj shumë suksese, shumë të mira njetë në profesion. Po më intereson, a bëni gjatë vitit lloj ofertat ndryshme për shembull, masi vetin e qift, më thonë analizat për qift janë për Shën Valentine, si se na bëni ju Bojmë analiza, zakonisht bojmë për muj, për shembull muj tetor. Oferta për shembull, për Shën Valentin, nëse vini bashkë si shumë ide të mirë na kjo, nuk është që na ka shku më herët si mendem, po ide shumë e mirë. Zakonisht kemi bërë për mujin dhe gjatësimit kancerit, për shembull xhire, në mujin tetor kemi bërë bashkë me doktoreshin Ait, ku ka qenë pap testi edhe cape se më treshi analiza tumorale për gjip, po për çifte nuk kemi bërë, alo. Bëj gati çiftet e reja, domethënë kush martohet
Na i son, bani që si sanë, se interesantë. Ose kush e ka profesionin e njëjtë, ose ne kush e ka profesionin si ju i mi thirrë, dhe në punë krejt, me punu atë. A hekni keq për staff? Jo, për momentin jemi mirë shumë. Megjithse spitali komplet ka begi staf të madh, po pjesa e laboratorit i ka 20 vet, kurse të doktoresh ai diën 60. Domethënë 80 vet jemi si staf komplet me të jashtëm edhe me të mendshëm. Po. Nuk kemi problem. Domethënë nuk to propagandat jo po ikin njerëz jo kështu jo ashtu. Jo të kënaqur me punën deri tash, edhe më tregu drejtën e kemi shlirshëm. Nëse unë nuk ju plotësoj diçka më thonë, ndryshim çto ki gabim. Po. Ose edhe të njëjtën kohë dhe unë ju lipi përgjegjësinë atë. Mirë, atëherë unë nuk po di çka më thonë një mesazh kisha dash për fund, por gjithë ata që tentojnë me hi në çfarë do profesioni, me hi bashkë, me hi si çift. Është me të vërtet shumë mirë me qenë bashkë si çift, se për shkak se shumë shpesh e mirë kuptojmë njëri tjetrin, ashtu sidomos edhe që jemi edhe me fëmijë, domethënë shpesh herë ndriçimi mirret me anën e fëmijëve ose thotë aulon vazhdo ti me profesion, ndriçimi, domethënë edhe mundohemi gjithmonë njëri tjetrin mbi ngrit sa më shumë, edhe gjithmonë e kapim dorën e njëri tjetrit për me vazhduar dhe me atutje. Prej master, domethënë kemi dëshirë me vazhdu prap, edhe gjithmonë jemi bashkarisht në çdo sukses njëri tjetrit. Domethënë jemi të lumtur për njëri tjetrin sa më shumë arritje që ka. Apo pajtohesh ndryshim se domethënë vi që kam mirë atë çfarë po thotë kjo dhe pajtohem sfidat I kalojmë makallaj bashkë. Domethënë nuk I bën njëri sfida, na bie dyve. Çfarë sfidë ndojmë E vetë I bëni ju analizat e keni bënë herë analizat. Po. Ku I bëni? Vetë vetja, ku kam sigurt se të dora jote. Një tjetër marrim një tjetrit, edhe zakonisht për shembull ku të marrim një analizë risi të ri, edhe e rregullojmë domethënë e kalibrojmë, e kontrollojmë këtë, atëherë më por e bëjmë stafi ose una ulona. Ne jemi provat e para. Provat e para jemi na gjithmonë. E kur ta marr gjakun për këtë analizë bëj edhe këto tjera. Po, domethënë se në fillim kur ja nisa Edi pyetjen e parë që ma bëshin çfarë grupi gjakut ki. Unë se kisha pas bë grupin e gjakut. Asunë se unë nuk e di çfarë. Edhe jem detyru se pacientën vetë çfarë grupet gjakut ki, atëherë detyrohemi bë grupin e gjakut. Edhe çfarë paske? O pozitiv. Mirë. E kom që kanë shumë njerëz. Aulona ka O negativ. No. Po s'jap negative. O negative grupin e gjakut. Çdo mirë që kur dal. Kur dal pa më dhe grupin e gjakut. A është vërtet ky miti që thonë mi pi gjakin njëri tjetrit bën vllazën. Ta pi gjakun. Po ndeti me Fidanin. Tu kujtu që vllazën. Ne u bë bashkëpunëtor. Unë ju falenderoj shumë që ket. Faleminderit. Ju uroj shëndet e gjitha të mirat kur të mshini aty me dal me mjap analizat ti mes më shef se ethat me shtin. Në poçës dole. Je mirë se ardhur, gjitha ekip prej shtëpisë. Ai pret zot. Me gjak temin, a? Me gjak tonë. Am kthehet në San Gjoki da merr Gjithë e pron diçka ta japim. Pashtellin. E mojnë pres nuk I diet. Falenderojmë shumë gjithë ata që ishin me neve e që na përcjellën e I patën mundësinë me dëgju informacione tonat që s'di që kaq sa na mjafton, na kena mundësi me domethënë kena shumë fol nëse na lojnë ton ditën këtu më ndajt, po koha jon është kjo. Përshëndesim partner ton, Shotin e Gjelbër, hotelin 12, ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli, edhe mos harrojmë Hoffman, I cili do të jetë shumë shpejt në qytetin e Gjakovës. Shihemi nesër. Love you. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.